Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të qenë pranë jush, për të ndarë me ju një moment shumë të bukur. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht, do të thënë këtu ka dy rrugë. Në showbizin shqiptar, ne zakonisht gazetarët që merremi me këtë sferë të punës, komentojmë ngjarje të ndryshme, komentojmë skandale më së shumti. Do të thënë, showbizi është më së shumti pjesë e skandaleve dhe për të arritur të krijosh famë, për të arritur të krijosh popularitet, për të arritur të krijosh klikime, për të arritur të krijosh ndjekës, showbizi shqiptar është i njohur me skandale. Por jo gjithmonë artistët të showbizit bëjnë skandale për të qenë në qendër të vëmendjes. Për të qenë në qendër të vëmendjes, do me thënë duhet të bësh edhe veprime të bukura. Do ndaloj të flas pikërisht për personazhin i cili 2 vite më parë na fascinoi të gjithëve. Na bëri të gjithëve ta duam, ta duartrokasim, ta mbështesim, të jetojmë me të sikur jetonim me familjarët tonë në shtëpinë tonë. Dhe do të flasim për më të mirin, do të flasim për më të ndjekurin dhe për më të veçantin. Do të flasim pikërisht për Louise Ailey. Louise Ailey është një ndër personazhet i cili po komentohet non-stop, për të cilin po shkruhet non-stop dhe për të cilin po jepen gjëra të detajuara. Ju e dini që me qëndrimin në shtëpinë të Big Brotherit, Louise Ailey kishte një shpirt të veçantë, kishte një shpirt fantastik dhe kishte një shpirt të mrekullueshëm. Luizi gjithmonë bënte të pamundurën për familjen e tij, për nënën e tij, për motrën e tij në kujtim të babait të ndjer që nuk e kishte më. Në fakt, Luizi na ka treguar që babai është një pjesë e rëndësishme në jetë, paktën ne që fatkeqësisht kemi provuar këtë gjë në jetë dhe jemi goditur me faktin që baballarët nuk janë në jetën tonë, e kuptojmë se çfarë rëndësie kemi në krah, çfarë rëndësie kemi mbi shpinë dhe sa i rëndësishëm është babai në jetë. Dhe Luizi të gjithë suksesin e tij, të gjithë karrierën e tij artistike, të gjithë arritjet e tij artistike i bëri me një dedikim të vetëm. Dedikim kundërdrejt babait të tij, por njëkohësisht edhe lumturisë familjare. Dhe pikërisht do të flas për një arritje apo për një ndihmë shpirt madhësie që ka bërë Louise Ailey. Çdo prind, në fakt, kur e çon fëmin në shkollë, gjithmonë e ka këtë sikletin se çfarë kushtesh do t'jenë, sa fëmia im do t'jetë në gjendje që të përballoj ato kushte, uroj me zemër t'jenë kushte të mira, shohim nëpër Zvicër, shohim nëpër Gjermani, shohim nëpër Austri, fenomene të ndryshme të shkollave që i kanë kushtet spektakolare që në fakt ne na duken sikur janë hotelet më luksoze të mundshme, por Louise Ailey siç duket po kontribon dhe në këtë drejtim. Në fakt, shpirti të çon të mendosh se sa bukur është të kontribosh në shkollën ku ti ke hedhur hapat e parë, ku ti ke marrur mësimet e para, ku ti ke mësuar shkronjat e para, ku ti ke kënduar për herë të parë, ku ti ke frymëuar për herë të parë, ku ti ke jetuar pa asnjë hall për herë të parë, duke menduar që sa më shpejt të rritem. Dhe pikërisht nostalgjia që shkolla gjithmonë na krijon kur ne kalojmë shpejtazit e kaj rruga dhe shikojmë shkollën tonë dhe u themi fëmijëve tanë me nostalgjinë më të bukur, hej zemër, këtu kam mësuar unë, këtu kam mësuar mami, etj, etj, etj. Louise Ailey e ka bërë që të bëhet ndihmës edhe të bëhet kontribues pikërisht në shkollën ku Louise Ailey kaloi 12 vitet e para. Luizi së bashku me kryebashkiakun e qytetit, njëkohësisht edhe drejtorin e shkollës, e ka luajtur këtë herë rolin e ndërmjetësuesit. Në fakt më pëlqen përzgjedhja që drejtori ka bërë, sepse politikanët fatkeqësisht jo që do të thotë se ato nuk duan të realizojnë, po ndoshta premtimet e tepërta, premtimet e shumta i çojnë ato drejt një harese që harojnë edhe atë se çfarë kanë premtuar. Dhe pikërisht Louise Ailey, duke qenë një ndihmës i mirë, duke qenë një ndërmjetësues i mrekullueshëm, sepse gjërat në jetë bëhen me qetësi, gjërat në jetë bëhen me buzëqeshje dhe kur ne buzëqeshim me dashuri,
pak me kujtime të bukura në shkollë e arrim qëllimin tonë. Dhe pikërisht Luizeli kështu preferoi që të arrinte qëllimin e tij. Duke i bërë të dy bashkë dhe duke hedhur këtë videon e keni në Instagramin e Luizit, por unë nuk mund ta hedh në këtë video sepse videoja që ka hedhur Luizi përmban dhe një muzikë pas dhe normalisht është e drejta autorit këngës që nuk na e toleron, por gjithsesi unë e komentoj në formë të detajuar këtë gjë. Luizeli i lumtur që shkolla ku Luizi ka mësuar 12 vite, po rindërtohet, edhe pse është një shkollë sipas Luizit me kushte të mira, nuk është se ka nevojë dhe shumë për rindërtim, por për ato gjëra që ka nevojë është e bukura që të kontribohen sipas Luizit që fëmijët vërtet të jenë në kushte më të mira dhe të ndjehen pikërisht si në shtëpi, sepse shkolla është shtëpia e dytë. Nëse fëmijët kalojnë 5 orë, 4 orë të mëngjesit apo të pasdites në shtëpi, ato 6 shtator e më shumë i kalojnë në shkollë, gjë e cila do të thënë komplet ditën e tyre, komplet shëndetin e tyre, komplet energjinë e tyre, ato e fokusojnë pikërisht nëpër ato banka, nëpër ato karige dhe nëpër ato klasa që realisht duhet të jenë në standardet më të larta. Dhe në mesin e Luizit, në këndin e ndërmjetësuesit, në mesin e kryebashkiakut, njëkohësisht edhe drejtorit shkollës, trekëndshi i përzgjedhur për të publikuar këtë video, sepse ky është një trekëndësh, e bën të mundur që Luizeli të merr vendimin që kjo shkollë në ndihmën me komunën, me bashkinë dhe me drejtorin të merr një pamje edhe më të bukur, të merr një dizajn edhe më interesant dhe nxënësit të kenë kushtet më të mira brenda asaj shkolle dhe me patjetër që në investimin e kësaj shkolle nuk do ta kishim lënë pa e cituar në asnjë mënyrë që Luizeli do të jetë një ndër kontribuesit me anën financiare në këtë mesin e bukur të gjërave që do të vehen dhe do të krijohen në këtë shkollë. Unë uroj me zemër që drejtori dhe kryebashkiaku të punojnë me intenzitetin siç ka punuar Luizi për vete, sepse nuk është e bukur kur gjërat janë për ne personalisht, ne të punojmë me intensitet të lartë dhe kur janë për punën ku ne punojmë të ulim intensitetin, unë veproj ndryshe në jetë, unë jam njëri që punojmë për të dyja gjërat me shumë intensitet, sepse mendoj që kur intensiteti është i përbashkët, suksesi është i garantuar. Dhe në këtë mes, kur puna do bëhet me shumë dashuri nga të tre palët, me patjetër që fëmijët do të buzëqeshin dhe do të jenë shumë të lumtur. Dhe jo më kot, unë në Luizin gjithmonë e kam komentuar me shumë dashuri dhe kur flas për Luizin, më krijohet një energji krejtësisht pozitive brenda vetes time, sepse të flasësh për një personazh, për një artist, për një njeri i cili kontribon me shpirt, kontribon me zemër dhe qoftë atë që ndarkën e vet të vogël nuk e lë anash, por mundohet që të ndihmoj të tjerët, mundohet që të bëj të lumtur të tjerët, fundja fundit si në Bibël, si në Kur'an dhe të gjitha librat e shenjtë që Zoti na i ka sjellë në këtë univers, Zoti e ka thënë, të bësh të lumtur dikë apo të buzëqesh dikush, nuk ka gjë më të bukur. Kështu që ne nuk kemi fatin apo mundësinë ndoshta të ndërtojmë kisha e xhamia, apo kemi mundësinë që të ndërtojmë një gjë të vogël që ta jep vlerën e një kishe apo ta jep vlerën e një xhamie. Këtë gjë e ka bërë Luizeli me shumë krenari dhe unë jo më kot e komentova me shumë dashuri sepse kur të gjithë të tjerët mundohen të investojnë në për roba firmato, në për atlete firmato në veten e tyre, Luizeli ka përzgjedhur të investon në shkollë. Ne do të takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj.